kontrolli i sigurisë, cilësisë, nuk anashkalon asnjë produkt. Te kryeministri më tha Çeço, në lagje më thrasin Çiço. Siguria dhe cilësia nuk nisin në farmaci. Ato nisin qysh nga prodhimi dhe vazhdojnë mëtej në transport, ruajtje. Gjatë verës është 35 gradë. Ndikon efektiviteti i medikamentit. Produkti farmaceutik merret në farmaci dhe kjo nuk ndryshohet. Çdo farmacist i cili ju thot të marrni informacion më të detajuar, është mënyra më e duhur se sa t'ju përcjelli mere, pije një në ditë edhe të ngrej duart lart thjesht sa për të përcjell. Informacionet dhe baza që kam krijuar nga farmacia, nga Banaku, ka qenë baza më e fortë që un kam. Gjithë familja të smur dhe ai personi i cili punon të smur janë detyruar kanë marrë kredi në atë periudhë për të mjekuar të gjithë si familje. Do jepja gjithçka, ta ktheja edhe një herë kohën pas dhe të kisha më shumë kohë me të. Babi ngelet babi. Health and Sport Partners prezanton podcastin pa recetë, i mundësuar nga Farmaci Sidi, Vichy, La Roche-Posay, Dr. Brown, Kerrywell dhe Vitanet. Episodi i ditës sotme është episodi i parafundit. Por të ftuar kam një kolege me të cilën kemi ndarë turnet, kemi ndarë të gjithçka mbi profesionin, ku ne së bashku kemi diskutuar, kemi menduar dhe madje kemi pasur dhe kundërshtime midis njëri tjetrit, por sot e kësaj dite ajo vazhdon karrierën e saj në pozicionet ku ka ndëruar dhe ka dashur dhe së bashku ruajmë një miqësi shumë të fortë midis njëri tjetrit. Me mua sot është Paula Zoga. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Paula. Nuk më thire Çiço sot. Jo. Mund drejtë marsirt. Kisha merak mos nuk doje ta ndani me gjithë njerëzit që na ndjekin. Jo, unë nuk e ka problem se te kryeministri më tha Çeço, në lagje më thrasin Çiço, kështu që nuk e kam problem këtë pjesën. Okej. Jam mësuar se e mbajnë krahë që nga fëmijëria. Ti ke ndonjë pseudonim? Jo, nuk kam. Paula, kënaqësi që sot jemi së bashku dhe mbi të gjitha në përditshmërinë tonë edhe kur ulemi në kafe për diskutuar apo në përdreka, më vjen mirë që unë kam ndarë Banakun me një person i cili ka qenë realisht me këmbë në tokë. Sepse të kujtoj që nga fillimet e tua kur mbarove universitetin dhe në vazhdimsi, ishe një njeri i cili deshte të mësonte, deshte të përvetësonte dhe deshte të ishte më shumë se një farmacist në profesionin tonë. Dhe për këtë të përgëzoj. Faleminderit. Dua të më përshkruash pak edhe dua ta di këtë gjë, po jo vetëm unë, si ka qenë ai rrugtimi jot që nga shkolla, universiteti deri te kalimi në Banak, sepse shumë të rinj e hasin këtë problematikë sot. Kanë atë frikën, kanë atë përshtypjen negative që unë nuk mund ta bëj dot, o bosa medikamente, o bosa suplemente, sa dermokozmetik dhe a do arrin në një ditë që të mësoj këto. E kemi pasur gjithë besoj. E vërtet, po. Ti si e kishe këtë raport? Kjo ishte patjetër e vërtet, muajt e parë ishin të tillë, por më ka lehtësuar pak se gjatë kohës së studimeve unë shkoja në një farmaci dhe mësoja. Ndihmoja aty me procese shumë normale si hapja e porosive, kontrolli i porosisë, kontrolli i skadencave, por kjo më vleti shumë që ta ambientohesha si fillim me pamjen vizuale, me principet, patjetër e kombinuar edhe me studimet. Dhe më ka lehtësuar, por jo që nuk e kam ndier, patjetër që e kam ndier. Rreth 6 muaj po një herë. Të kam parë që kur erdhe për të punuar së bashku, kishe një ego të frikshme që unë mund ta bëj këtë gjë, Dhe rezultoi që më vonë ti mund të bëje të gjitha ato të cilat ne kemi diskutuar në fillim të bashkëpunimit tonë. Dhe faleminderit për të gjë, sepse je nga farmacistet të cilat kanë shkëlqyer.
Faleminderit. E thënë nga ju e vlerësoj Marsil, e thënë nga ty Qiqo. E vlerësoj shumë, por dua të theksoj që jam shumë mirënjohëse për të gjitha mundësitë që më janë dhënë, sepse fal atyre mundësive, patjetër unë kam mësuar edhe më pas kam treguar se çfarë kam mësuar. Mua më vjen mirë që ti ke kaluar në hapa të ndryshëm dhe të suksesshëm dhe aty ku ke shkuar. Paula pas shkëputjes tonë marrëdhënies në punë ka marrë në menaxhim një rol të ri i cili ka të bëjë me menaxhimin e cilësisë në importues dhe shpërndarës farmaceutik. Në vetvete është farmacisti i padukshëm. Fikse ke gjetë. Farmacisti i padukshëm. Është një farmacisti që kontrollon gjithçka në raportet e cilësisë, sigurisë, efikasitetit të medikamenteve, shtesave ushqimore, pajisjeve mjekësore. Pse ky vendim nga banaku direkt në këtë pozicion? Në importuese dhe shpërndarës. Besoj ka nisur... Mos më thuaj që të mërzita unë. Jo. Besoj ka nisur nga fakti që unë jam shumë e fiksuar të lexoj për sëmundje të ndryshme. Lexoj pafund, po si mund të trajtohet, po cilët janë shkaktarët, po cila është molekula më e mirë, po me shtesa ushqimore pa shkuar te medikamenti, a mund të suportojmë paksa, a mund të zgjidhet. Dhe ajo që shikoja në farmaci është se gjatë studimeve të mia për sëmundje nga më të ndryshmet, sindroma nga më të ndryshmet, kishte mungesa. Mungesa si të principeve aktive, të medikamenteve, ashtu edhe të shtesave ushqimore. Duke studiuar, aty kuptova që, nëse unë futem në një importues dhe shpërndarës farmaceutik, mund të zbuloj molekula të reja që barna të rinj që mund t'i fusim, mund t'i regjistrojmë edhe mund t'i fusim në tregun tonë, mund të importojmë shtesa ushqimore të cilat mungojnë këtu, apo mungojnë të ngjashme, apo mungon ai kompleksitet, ajo përbërja. Kështu ka nisur. Shiko tani, me kaq eksperiencë sa unë kam deri tani, mendoj që ne jemi një treg shumë i vogël në realitet. Dhe nga ana tjetër kemi një mori suplementesh apo dermokozmetik. Në këtë raport e shikojnë që ne kemi kaq të nevojshme, kaq firma, kaq lloje, kaq shumë llojshmëri që kanë hyrë në Shqipëri. Flas gjithmonë tek suplementet. Nuk e shikoj të nevojshme që të kemi kaq shumë llojshmëri firmash, se ndërkohë që mund të kemi pafundësisht lloje, mund ta përmend vitamin D 5000 unite apo vitamin B kompleks me të njëjta doza shumë larmishmëri, të emrit tregtar, të brendeve, po ndërkohë që mund të kemi mungesa realisht të një preparati ndryshe, me një përbërje ndryshe. Më shumë do ishe që investimit ishte tek medikamentet. Patjetër. Pa aty do isha shumë partizan që ne të kishim Patjetër. Kanë cilësi barnat dhe suplementet në Shqipëri. Patjetër që po. E di pse ta them, sepse edhe ti dhe unë kemi hasur këtë në momentin që kemi punuar në banak. Po. Dhe pacienti thoshte, shiko, kene një firmë gjermane, italiane, se ato kanë cilësim të mirë. Po. Por firmat që hyn në Shqipëri realisht kanë kontrolli i sigurisë, cilësisë nuk anashkalon asnjë produkt. Në raport me punën, të pëlqen më shumë puna aktuale apo banaku? Në fakt, në banak kishe një kontakt të drejtë për drejtë me pacientin dhe ti lumturoheshe shumë kur shikoje ndikimin që kishe drejtë për drejtë tek ai. Besimin që krijonte te ty, marrëdhënien që kishe dhe të mbushta. Por nga ana tjetër unë e gjej veten më shumë në pozicionin aktual në menaxhim cilësie, sepse kështu në mënyrë jo të dukshme unë ndikoj tek barnat që ata kanë në duar. Pra, tek cilësia e barnave që ata përdorin në përditshmëri. Po, sepse siguria dhe cilësia nuk nisin në farmaci. Ato nisin qysh nga prodhimi dhe vazhdojnë mëtej në transport, ruajtje, në shpërndarje. Në gjithçka. Po, në gjithçka. Paula,
raportet me kohën si ke tani, se kur ishe në banak ishe që gjithë kohës shpejt këtej, shpejt andej, ishe mbyllur brenda farmacisë. Tani je me lirë, je me qetë, të ka lehtësuar banaku, sepse shpeshherë të shikoj edhe të ngarkuar nga rastet me shëndetin e pacientit. Po, nga kjo pjesë më ka lehtësuar, me të vërtet. Pastaj nga pjesa tjetër më e qetë jo, pasi vazhdon leximi pafund, studime pafund. Në farmacinë ku ne kemi shërbuar bashk, ka pacientë cilët të kujtojnë sërish. Ajo flok zeza ku është. E vlerësoj pafund. Është gjë e mirë. Edhe në fakt, Marsil, kur unë do largohesha, ato ditët e fundit, edhe fillova që t'i thoja që kisha dëshirë që t'i përshëndesja, dhe tha mund të të përshëndes pasi unë do largohem. Thash me të vërtet, po mirë, si të bëhet ty më mirë, po si thua për një përqafim? Edhe dilja unë nga banako dhe i përqafoja dhe kështu shkon të gjithë dita. Ka pacientët cilët ne nuk i kemi thjesht pacient tashme. Ne e bërë si kështu rutinë e përditshme e punës së jetës, por dhe familjes nga njerë, se më shumë shikojmë ata se sa familjen tonë. Krijon shumë marrëdhënie dhe të tregon me sinqert kjo më mungon. Më mungon se ti merr si ngarkesë, por nga ana tjetër merr edhe shumë pozitivitet, edhe siç kujdesesh ti për ta, në një formë apo në një tjetër taktim dhe ata kujdesin për ty. Unë jam i lumtur që ti nuk je bërë logopediste, se kisha ëndrrën tënde të fëmirisë gjë. Se me kaq emocione dhe kaq emocionale sa je ti, nuk më merr mendja që do ta përballoj atë. Fakt, kjo ka qenë edhe arsyeja pse nuk e kam ndjekur, se mendoja që do i merja shumë me vete problemet, situatat që do kisha në punë, por në të vërtet e kisha paragjykuar farmacinë se po njësoj ka marrë me vete edhe nga aty. Do me thënë, nuk është një punë që ti mund t'jesh shumë objektive, patjetër që përfshihesh shumë emocionalisht, edhe në fund të ditës jemi njerëz. Patjetër. Dhe ne i përjetojmë shumë se çdo njeriu këto marrëdhënie për sa i përket shëndetit dhe marrëdhëniet për sa i përket pacientëve, ku shikon raste të veçanta. Më kujtohet një rast që kemi patur në Covid, gjithë familja të smur, punonte vetëm një person në familje, dhe ai person i cili punonte u smur, janë detyruar, kanë marrë kredi në atë periudhë për të mjekuar të gjithë si familje. Edhe si mos përfshihesh. Përfshihesh. Është e pamundur mos përfshihesh. Kur të shikon që prit. Dhe shpeshherë jam falenderues ndaj gjithçkaje që jeta na ka ofruar, sepse them nganjëherë synojmë më shumë, por pa ditur që ne kemi shumë. Ne kemi vërtet shumë edhe. Kemi shumë. Dhe kjo më bën të kthej një hap mbrapa gjithmonë. Si e keni kohën me dritin? Shfrytëzoni me kohë bashkë apo ai vazhdon prapë me të njëjtin ritëm të punoj në 12 orë, 13 orë në ditë? Drejt përmirësimet jemi, unë pak më shumë, ti po i thirrje publike që të përmirësohet akoma më shumë, po e tillë është dhe profesioni i tij, kështu që orarët të zgjatura. Stomatologët kanë të njëjtën punë si farmacistët me orare të zgjatura. Unë shikoj shumë farmacistë të cilët janë pronarë të një farmacie dhe punojnë 12 orë apo 13 orë në ditë. Ka dhe nga ata që punojnë 14 orë në ditë. Dhe është një sakrificë e jashtëzakonshme, vërtet. U mbet shumë nga jeta e përditshme. Shumë. Kjo është për arsye edhe sepse të gjithë pacientët mund të kenë dhe angazhimet e tyre dhe patjetër që do preferonin që të merrnin shërbim edhe pas pune, që mos të kenë më shumë fleksibilitet, domethënë ta marrin shërbimin edhe pas orarit zyrtar të punës dhe kjo sjell këto vonesat. Patjetër, po i pajtohemi tani kështu. Patjetër, përderisa e kemi zgjedhur mbështetje për njëri tjetrin. Paula, pse ne
si të rinj, po preferojmë më shumë që ta lëmë banakun dhe të zgjedhim punë të tjera. A është kaq i lodhshëm banaku? Shërbimi ndaj pacientit. Apo na lodh puna e përditshme që ne bëjmë? Mendoj që të na lodh puna e përditshme është pak herët. Kemi akoma shumë energji. Unë personalisht e kam zgjedhur për këtë arsye, pasi e shija veten që kisha më shumë kapacitet, më shumë mundësia gjëra të reja, ishte ëndra ime dhe e provova. Por patjetër që për shumë të rinj edhe mund t'i lodhi edhe për shkak të orareve të punës, mos përputhjeve të orareve që ka farmacia në banak, farmacia e rrjetit hapur. Patjetër që ndikon. Nëse do riktheheshe sërish në përfundim të studimeve të universitetit, do ta bëje të njëjtin rrugtim? Patjetër që po. Do ta bëja të njëjtin rrugtim edhe po t'i kthesha 5 herë, 10 herë, ndoshta edhe më gjatë, pasi informacionet dhe baza që kam krijuar nga farmacia, nga banaku, ka qenë baza më e fortë që un kam. Si e re në një farmaci, çfarë vlerësove? Ose edhe çfarë vlerëson në një punë që vete vlerëson komoditetin, vlerëson pagesën, vlerëson mësimin që ti bën aty, apo diçka tjetër? Unë e them me bindje të plotë të vlerësoj të kem sa më shumë gjëra për të mësuar, sa më shumë informacion. Dhe aty ku mbaron informacioni, dhe aty ku mbaron dija që unë mund të marr, shkoj me vështirësi. Aty nuk mbaroj, që të mos kuptohem, që të mos keq kuptohemi. Në farmacinë ku punoj nuk mbaroj se nuk mbaron kurrë, por thjesht kështu rrodhi. Çfarë duhet të kenë kujdes pacientët për cilësinë e produktit? Atëherë, çdo pacienti mund të ndodhi që mos të ketë marrë informacionet të gjitha në farmaci. Për një arsye apo për një tjetër. Mund t'i ketë marrë dhe t'i ketë harruar, mund t'i jetë në dyshime. Asnjëherë nuk duhet për mënyrën e përdorimit ta marrin të dyzuar se çfarë po kuptojnë apo e lexojnë mirë a nuk po e lexojnë mirë. Për këtë pjesë duhet paraqiten farmacinë më të afërt dhe marrin gjithmonë shërbimin. Por ajo që unë dua të theksoj edhe për shkak të operativitetit tim të punës time të përditshme, kushtet e ruajtjes. Kushtet e ruajtjes duhet të theksojmë me të madhe, sepse nëse barnat, produktet farmaceutike nuk ruhen bazuar në kushtet e përcaktuara për to, riskojnë efektivitetin e tyre. Mund të jenë më pak efektiv ose fare efektiv. Ja të bëjmë pyetje tani, konkrete. Nëse ne marrim një medikament të caktuar, furosemid, medikament, preparat për tensionin apo për çfarë llojsh. Dhe marrim në shtëpi e lëm gjatë verës është 35 gradë. Prishet struktura apo ndikon efektiviteti i medikamentit? Grupe të ndryshme medikamentesh kanë kërkesa të ndryshme. Të gjitha këto kërkesa janë të pasqyruara në paketim. Paketimi nuk është vetëm një formalitet. Ai ka informacionet bazë të rëndësishme të ruajtjes së preparatit dhe në një kohë shumë të shkurtër të dalë jashtë intervaleve dhe për atë kohë riskon efektivitetin. Mund bëhet më pak efektiv, më pak i qëndrueshëm, të ndryshojë strukturën apo dhe fare efektiv. Pra ndikon drejt për drejt Patjetër, kushtet e ruajtjes ndikojnë drejt për drejt te cilësia. Ndikon lagështia? Patjetër, temperatura, lagështia, drita, domethënë specifika të ndryshme. Pra, kemi shumë pacientë të cilët mund t'i lënë gjatë ditës mbi tavolinë apo mbi një vend ku rrezet e diellit apo dhe vetë drita bie mbi këto medikamente. Po, ose gjatë sezonit veror që po vjen tani, ose i ruajmë për një kohë shumë të gjatë në shtëpi dhe nuk po flasim për datën e skadencës. Patjetër që edhe kjo ndodh që i kanë në shtëpi dhe nuk i kontrollojnë, por edhe për ruajtjen
i mbajnë në një kohë shumë gjatë dhe në dimër, në ambiente shumë të ngrohta, në kushte të kondicionuara, shumë të ngrohtë, por patjetër që kjo ndodh në secilin sezon, dhe tani gjatë sezonit që ne po presim veror, po edhe në dimër i mbajnë në ambiente shumë të ngrohta, të mbyllura, dhe që mund të jenë në temperatura apo në kushte shumë larg kërkesave të kërkuara për produkte në fjalë. Duhet që një suplement në çfarëdo llojshëm të ruhet në kushte të caktuara të temperaturës, dritës. Po, edhe paketimet e suplementeve e kanë të pasqyruar kërkesat e ruajtjes. Për shembull, nuk mund të ruhet mbi 30 gradë Celsius. Duhet të ruhet 15 deri në 25 gradë Celsius, sepse patjetër edhe shtesat ushqimore kanë përdorim oral dhe kanë kushte ruajtje njësoj si dhe barnat. Është një informacion që qarkullon tani në rrjet mbi insulinën, e cila duhet të ruhet në kushte frigoriferike para hapjes dhe para përdorimit të saj, dhe pas përdorimit të parë mund të ruhet në një vend të freskët dhe në kushte optimale. Shumë pacient e kanë vënë re nga të gjithë që e ruanin edhe pse e përdornin në fillim, e ruanin sërish në frigorifer. Për siguri, po. Kështu që këto janë informacione shumë të vogla, por shumë të rëndësishme për mbarvajtjen, efektivitetin e shëndetit të pacientëve. Po, është e vërtetë. Çfarë është gjë tjetër e cila ne duhet kemi kujdes? Kur flas si profesionist, por edhe si pacient. Ajo një gjë tjetër shumë e rëndësishme që duhet të kemi kujdes është se çdo produkt farmaceutik duhet ta marrim në vende të licencuara, ku aty është kontrolli i sigurisë i lartë. Pra produkti farmaceutik merret në farmaci dhe kjo nuk ndryshohet. Kontrolli është në farmaci, në vende të licencuara për të shpërndarë këto produkte. Aty janë të kontrolluara dhe dorëzohen të kontrolluara me efikasitet dhe siguri të plotë. Në ndodhë që ne si farmacist, kur nuk dim diçka, hapim sajtet tona për të lexuar, mund të hapim një libër, po nuk e diun gjë tjetër ku marrim informacion, dhe për këtë gjë gjykojmë shpeshherë si farmacist. Ai se dinte. Ai lexovi tani. Ai e pa aty. A mendon se është gjë e gabuar që farmacisti ta lexoj para se ta japi, apo thjesht ta shesja të produkt? Farmacisti që lexon nuk mund të quhet i paditur ose i pasigurt, por në fakt unë do ta gjykoja ndryshe, i përgjegjshëm. Sepse në rolin ton është shumë e rëndësishme saktësia sesa memoria. Saktësia dhe vetëm saktësia. Një gabim i vogël mund të shkaktoj efekte të frikshme, madje edhe vdekje prurse për pacientët. Unë e kam ndier këtë paragjykim, edhe ishin ato fillimet që e kam ndier akoma dhe më shumë, dhe pse e kisha të sigurt dhe e dija shumë mirë mënyrën e përgatitjes edhe dozën e shurupit në fjalë për fëmijë. Por thjesht, duke qenë se disa grup mosha i kemi, disa pacientë i kemi jo në fokus më shumë se të tjerët, po kështu si me dritë kuqe, dhe isha aty duke e rikontrolluar edhe një herë që t'isha shumë e bindur, edhe pacienti prindi fëmijës u largua shumë i bezdisur dhe i mërzitur. Po lexon, nuk e di. Edhe kam ndier. Mendoj që ne nuk i dim të gjitha informacionet, dozat, smundjet, dhe për këtë gjë na duhet që edhe në momente të caktuara të lexojmë. Dhe për mua çdo farmacist i cili ju thot ta lexoj apo të marrë një informacion më të detajuar, apo është aty edhe duke e hapur ndoshta ndonjëherë flet për shkruesin, është mënyra më e duhur se sa t'ju përcjelli mere, pije një në ditë edhe të ngrej duart lart thjesht sa për të përcjell nga farmacia. Kështu që kjo mënyrë nuk duhet të quhet e gabuar për mua.
Është mënyra më e duhur që një farmacist të lexojë, të jetë informuar, ka plot gjëra në tregun tonë që hyn rishtazi dhe ndoshta edhe koha jonë ndonjëherë nuk na lejon që ne të jemi ashtu informuar. Ashtu përditësuar me të rejat që mund të dalin në ndryshimet. Kështu që do na duhet që shpeshherë kur e shikoni një farmacist, mos e gjykoni. Paula, pse farmacistët në përgjithësi janë gjykuar jo vetëm për aspektin e leximit, por edhe aspektin e terminologjisë shitës? E dhimbshme kjo gjë. Të paktën të më quajnë shitësa, është patjetër do bëje sherr. Patjetër një pozicion pune i vlerësuar dhe çdo pozicion tjetër pune i vlerësuar, por ajo ndoshta është gjëja e fundit që mundet të bëja në një farmaci dhe madje do isha shumë e lumtur që mundësisht kishim edhe një ark që farmacisti mos kishte fare kontakt me arktari për gjithë procesin dhe unë t'isha për shërbimin shëndetësor që do t'jepja. Patjetër jam dakord për të gjitha shërbimet që unë mund t'i bëj preparatit, kontrole të ndryshme dhe të gjitha me radhë, por tek pjesa e pagesës duhet ishte një arkëtar i cili mund të kryente atë proces. Çfarë kujton nga pacientët sot? Ka mbetur ndonjë gjë nga puna si farmacist? Dashuri kujtojmë. Pse kujtoj dashuri? Sepse ndoshta ka qenë fati im, po e pozicionuar në atë lagje, kishte shumë pacient mrekullueshëm. Dhe përpiqeshin në çdo formë ta kthenin atë shërbim që ti u jepja. Kisha një çuti që i bëje ballokume, i bëje të gjithë njerëzit për vetë aty. Ballokume, kek, pispili, çfarë kisha? Mandarina. Ato ishin të përditshme. Ishin disa zonja që vinin mëngjes për mëngjes dhe kushdo që ishte turni i parë, kishte minimumi 2 mandarina, moll, fruta të ndryshme të cilat lieshin në farmaci, ti kini këtu se filloi dita. Ishim dhe një grup shumë e mirë dhe thjesht dashuri kujtoj, ka lënë një shije shumë të mirë. Kemi qenë një grup vërtet shumë e mirë. Po. E kujtoj me nostalgjia të... Dhe jo vetëm në farmacistët, po edhe ekonomistët. Kemi deshe u përmende. Një ditë gjatë episodit kur unë kam folur për Timbir, më je kujtuar specifikisht edhe ti. Më janë kujtuar ato fjalët kur kemi diskutuar së bashku se tani jemi mirë, jemi me punë, jemi të sistemuar, por babai nuk e kam parë në shtëpi, ke thënë. Po. Është e vërtet. Kjo është një nga mungesat më të mëdha. Punonte me orar të zgjatur, pafund. Edhe kur vinte në shtëpi ishte shumë i lodhur. Do jepja gjithçka, ta ktheja edhe një herë kohën pas dhe të kisha më shumë kohë me të. Tani dua që të gjitha pushimet vjetore që kam, të shkoja aty në Berat, edhe thjesht të më zgjoj. Dhe jo më larg se fundjava e fundit, kur më zgjoj, po më fërkonte kështu nga kurizi si fëmijë, edhe thash tani këtë do ta mbaj mend për 1 muaj. Tani të zgjojmë flutur, do ngrita edhe pse ishte ora 7, se duhet të ngritesha për të suportuar në punën që kam. Mendon që nga jeta ndonjëherë harrojmë ato gjërat e vogla? Po, Marsilt, edhe të theksoj që ka pas 2 arsye kryesore për të cilat unë si mikesh të kam folur për të kaluar më shumë kohë me djalin. Një ka qenë mungesa, sidomos e babait tim, për shkak të punës, edhe e dyta ka qenë sepse ai do rritet shumë shpejt, edhe atë që ti e ke, dikush tjetër e kërkon. Dhe duhet ta vlerësosh. Fiks. Dhe duhet kalosh patjetër më shumë kohë me të. E kam zbatuar të rregull prej disa kohësh. Unë që kur kam filluar të ri me djalin dhe që kur vendosa që shumë orë të ndryshme apo shumë evenimente
mënyra edhe të tjerë do t'i zbatoj kundrejt fëmijës tim. Unë kam parë një ndryshim të frikshëm të sjelljes të djalit, të vetbesimit, të çfarë do lloj gjëje që ai ndërmerr. Ndihet krenar kur unë jam te shtëpia dhe tregoj që shko bëra edhe këtë, bëra edhe atë. Pra është gjë shumë e bukur dhe e humbasim pa e kuptuar. Raportin me mamin e ke Të shkëlqyer. të shëndetshëm, më të shëndetshëm se me babin? Të ka pa matë të dhe do të bëjnë qik gjelëve. E kam të shëndetshëm edhe pse ajo është psikologe edhe mjafton shikimi edhe pastaj rrjedh diskutimi, komunikimi me të, por patjetër që babi ngelet babi. Nga Paola emocionale, sot më dukesh më reflektuese dhe më e vendosur. Çfarë ka ndryshuar dhe ty? Eksperjenca. Vetëm eksperjenca? Po, me të vërtet eksperjenca. Ka ndryshuar. Ka bërë më të fortë? Po, më të fortë. Sepse më është dashur të marr më shumë vendime, të mendoj më ftohtë dhe më objektive, sepse gjatë këtij rrugëtimi vërtet ne zgjedhim që të jemi farmacist, po për një periudhë kohe un kam qenë edhe shefe burimeve njerëzore. Dhe këtë kam pranuar vetëm si sfidë për veten time, që të isha më pak e ndjeshme dhe ja dola. Unë kam pasur dyshime për të pjesë. Ja kam dalë. Po ja dole. Ja kam dalë. Po, ja kam dalë dhe kam surprizuar veten time dhe vetëm për këtë arsye e kam pranuar. E di pse? Nuk kisha dyshime që ti do ta bëje. Po thjesht vetëm nga gjendja emocionale që ti ishe shumë e butë. Po. Me këtë gjë thoja, a do arri Paula t'ja dalin këtë gjë? Po kur e pash që po, ja dole kishe rezultate shumë me të vërtetë dhe realiteti është se për këtë arsye kam pranuar të sfidoj veten që të jem objektive, mos të përfshihem dhe të marr vendimet e ftohtë, dhe besoj kjo ka ndikuar që unë të rritem. Këshill tjetër për mua ke? Se unë t'i pranoj me kënaqësi këshillat. Vazhdo kështu. Tani jam e kënaqur me shokun tim. Vazhdo kështu. Paula, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi dhe vlerësoj shumë. Ndam disa detaje të vogla, jo nga ato që ne kemi në përditshmëri, sepse do duhet kohë relativisht e gjatë. Ndihem mirë që të gjithë miqtë e mi, por mbi të gjithë kolegët tanë kanë arritur në stade të ndryshme dhe pozicione të ndryshme të cilat e them me bindje më bëjnë krenar kur i shikoj që çdo individ ecan. Në punën time të përditshme i them dhe i inkurajoj çdo të ri apo dhe çdo farmacist i cili ka një dëshirë, ka një vizion, ka një ëndër, e inkurajoj për ta shtyr, për ta bërë realitet të gjitha këto. Nganjëherë në jetë mund të kemi të gjitha, por nuk mund të kemi fjalën, nuk mund të kemi atë shkëndijen për të nisur apo për të startuar dhe për të vazhduar. Dhe ti je një mbështetës i mirë. Për startin sidomos, Marcel. E dua që çdo njeri të eci. Nuk e kam ndjenjën e xhelozisë sepse çdo njeri ecën për veten e vet. Dhe mbi të gjitha më kujtohet një fjalë e një miku të vjetër, i cili tha, ore, shiko, tha, nuk të vjen e keqja nga ai që s'ka apo ai që secë. E keqja gjithmonë të vjen nga ai që nuk ka, ose është ziliqar, ose është problematik. Kështu që mbështetja gjithmonë është parim për mua. Dhe do ta vazhdoj ta bëj në çdo lloj kapitulli të jetës time. Shpresoj që mos ndryshoj këtë mendim dhe shpresoj që jeta të jetë në të njëjtën dimension mendimesh. Dhe për të gjithë të rinjt që ne punojmë, inkurajoj që të ecin
shumë, të ecin me hapa të mëdhenj, të jenë dikushi. Më vjen mirë që nesër të them jam miku i Paulës, jam miku i Filanit. Po, e vërtet. Dhe je një mbështetës shumë e mirë, Marsit, dhe unë të falenderoj, edhe falenderoj Zotin që kam qenë një person që në rrugëtimin tim ka sjellë njerëz mbështetës, duke nisur nga prindrit që thjesht më kanë mbështetur, po, ti Adel, vazhdoje, si e ke nisur, vazhdo, provoje, dhe përveç familjes kam gjetur edhe jashtë që është pak e vështirë. Ke pasur dhe dritje? Mos ja heqim me Rita tani se. Po nuk desha të bëj reklam. Pse? Mirë, ta kthem mbrapsht. Jo, në asnjë mënyrë. Driti të përshëndesim. Një zemër për Dritanin. Patjetër një mbështetje shumë e madhe, është partneri në jetë dhe partneri në jetë i di ato lot, ato sakrifica, ato stërmundime, ato net pa gjumë, ato gdhirje se nuk po të del studimi si duhet ose në rrugën që e do ti, ai i di edhe prindrit flen të qetë, domethënë është me fazo. Faleminderit Paula. Faleminderit ju. Jam shumë e njohur, faleminderit.